Muzik diss. Kam janis hard. Çka e bën interesant është pozicioni narrativ, ai po fol si armik I vetës, këto është si reper rival që I din krejt edhe po ja qet në tavolinë sanë që tjerët ose s'kan guxu ose s'kan ditë me ja artikulu në kësi mënyre. Në thelb është një farë demonstrimi një force diskursive, në kuptimin që çka keni mujt me më thonë, po unë po ja thon vetit ma mirë se jo. Që tash ja u shpjegoj pse që kjo funksionon si strategji. Në ne, kur I thu vetës gjana trona e qarmatos kritikën, në ndë vendos vetë me kontrolu narrativën, e zgjidh vetë tonin edhe kondin e rrëfimit, në tre ironizon me vetën të ekspozu anën e ertë të industrisë, se qysh I eksploatën artistat e ri. Shembull rasti me Meti Elshanin, ish menaxherin e tij në On Records, kur po thot, e ke pas një menaxher s'pja di emrin diçka Elshan, ti merr ke 70% e ty të do këta man hard. Shumë hard ke kjo, se me vetë iniciativë po e tregon naivitetin e dikur shumë të e nënvizu pjekorinë e sotme të njëjtën kohë, për që ata po funksionon perfekt, komplet disi, se të në kohën pe ka që qasje, mas ne kur po fol për Loredanën, për me pas qartë, krejt kjo është dis për vetën, nuk ka dis për tjetër kënë, edhe pjesa e parë edhe pjesa e dytë, se I lexova në komente aty në YouTube që potencialisht ka gjujt shatë për butën për ferën jo, krejt është, për thonë me bindjet plot që krejt dy versat janë autodis, segmenti për Loredanën, qa ke për Loredanën? Këtu disi, kur po vol për Loredanën, po hyn në territor shumë delikat dhe po e kalon një farë kufini artistik drejt autobiografisë brutale. Mënyra qysh po mishrohet edhe po çlirohet prej traumave publike tu e shfrytzu jetën private si municion, është për një më impresive. Çka po bën muzikun thelb, me pak fjallë po të thot, unë jam materiali më I mirë për dis, se kërkush nuk më një më mirë se sa unë qysh e një vetën. Qëto unë e konsideroj rap introspektiv, I mveshën si battle rap. Nëse e kisha kornizu si kritik, ish me qenë një autodekonstruksion publik që ose e pranon si art brutal ose e refuzon si ekspozim të prum. Vene ka mujt me shku ma bët ndaj vetës, dorën zemër sigurisht se kisha pas që qasje t'i shkon dis për nej reper tjetër, si do qoftë, me qenë se është autodis, me nej që ka mujt me u tregu dikon ma bët, ke shumë e ram për me u dëgju, sidomos kur ja thot vetës, po për ndryshe muzika ka publiku EP edhe kong tjera kena mi bo reactions edhe reviews se cilën veç e veç. Hej, mos harroni te posta Easy, do me thonë është posta me standarde evropiane, në Kosovë para llojit till. Shërbimin ndaj klientit e ka top tier, e po ashtu edhe shpejtësinë e dërgesave.